Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, sahbihi al-muntashabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet në të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xheleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetje dhe bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Të dashur vëllezër dhe motra, në një botë ku njeriu përballet me sfida të ndryshme, shpirtërore, morale dhe ato ekzistenciale, zgjedhja e një rruge që jep kuptim jetës së tij bëhet domosdoshmëri për të. Feja, si lidhje e njeriut me krijuesin, është udhërrëfyesja më e lartë për shpirtin njerëzor. Ndër të gjitha fetë që ekzistojnë, Islami paraqet një sistem të plotë dhe të harmonizuar që përfshin çdo aspekt të jetës, përfshin adhurimin, drejtësinë, moralin, ekonominë, familjen dhe marrëdhëniet shoqërore. Zgjedhja e Islamit si fe nuk është vetëm një akt besimi, por një vendim racional, etik dhe i përqendruar në të mirën e njeriut në këtë jetë dhe inshallah në jetën e përjetshme. Të dashur vëllezër dhe motra, do ju ftoja tashmë të ndiqnin së bashku ajetet të përzgjedhura nga sura Mu'minun për ditën e sotme. Do të ndjekim nga ajeti 52 deri në ajetin 61 të kësaj sureje. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Vërtet, kjo feja juaj është një fe e vetme, ndërsa unë jam Zoti juaj, andaj frikësohuni prej meje. Por ata popujt kur u quan të dërguarit, u ndanë në grupe në çështje të fesë së tyre. Çdo grup ishte i kënaqur me atë që kishte, andaj lëri ata në padijen e tyre për një farë kohe. A mos mendojnë ata që ne, duke u ardhur në ndihmë me pasuri dhe djem, po nxitojmë drejt tyre me të mira? Kurse si, por ata nuk janë të vetëdijshëm për këtë. Me të vërtetë, ata që dridhen nga frika e Zotit të tyre, që besojnë në shpalljet e Zotit të tyre, që nuk i shoqërojnë asgjë në adhurim Zotit të tyre, dhe që kur japin atë që japin, zemrat e tyre i kanë plot frikë, nga që do të kthehen te Zoti i tyre, ata nxitojnë të bëjnë vepra të mira, dhe për këto punë ato janë të parët. Të dashur vëllezër dhe motra, për ditën e sotme do të flasim rreth temës pse e zgjedhim Islamin si fe dhe do të bazohemi në ajetet kuranore, do të bazohemi në argumente të ndryshme nga hadithet se pse e zgjedhim Islamin si fe. Një nga veçoritë themelore të Islamit është theksi absolut që ka rreth monoteizmit. Ajeti i njohur në Kur'an ku Allahu është një sure plot në Kur'anin e Shenjtë, ku Allahu shpreh përse neve do të jemi në një monoteizëm të plot, thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, ai është Allahu, një dhe i vetëm. Allahu është absoluti, të cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. Ai as nuk lind, as nuk është i lindur, dhe askush nuk është i barabartë ai krahasueshëm me atë. 4 ajetet e surës Ikhlas. Pra ky koncept i pastër i njësisë së Zotit, për tauhidi, ofron një qartësi dhe thellësi që largon nga çdo dyshim për natyrën e Zotit. Nuk ka ndërmjetas, nuk ka figurë hyjnore të ndryshme që ndan pushtetin me Zotin e gjithësisë. Kjo e bën Islamin unik në strukturën e tij besimore, duke i dhënë njeriu të mundësinë të lidhet drejt për drejt me krijuesin e tij. Islami, të nderuar dëgjues dhe shikues, nuk është vetëm fe e adhurimit formal, por një sistem që promovon drejtësinë, ndershmërinë dhe mëshirën ndaj njëri tjetrit. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: unë jam dërguar për ta përkryer
moralin e lartë. Ky qëllim tregon qartë se Islami synon të ndërtojë një shoqëri të ndërtuar mbi virtyte dhe me vlera të larta. Në Islam, ndihma ndaj të varfërve, respekti ndaj prindërve, ndershmëria në tregti dhe dëmshuria ndaj jetimëve, të gjitha këto janë vlera të larta dhe të mëdha shpirtërore për njeriu. Allahu i plotfuqishëm thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Në të vërtetë, Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon immoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon në mënyrë që ju t'ia vini veshin. Ajeti 90 i surës Nahl. Ky sistem i drejtësisë shoqërore ofron një alternativë të shëndetshme për botën moderne të mbushur me pabarazi dhe padrejtësi. Islami ofron të nderuar dëgjues dhe shikues një udhëzim të qartë jo vetëm për aspektet shpirtërore, por edhe për ato praktike të jetës, duke nisur nga higjiena dhe ushqimi deri te marrëdhëniet familjare dhe deri tek drejtësia penale. Kjo gjithëpërfshirje i jep Islamit, siç e tham, një karakter unik, se Islami prek çdo pjesë të shoqërisë, çdo aspekt të jetës, qoftë ato personal apo shoqëror, gjendet i përmendur në Kur'an ose edhe në hadithet dhe mësimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra në traditën dhe sunetin e tij. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Allahu nuk e ka lënë njeriu në errësirë, por i ka dërguar dritën e udhëzimit përmes pejgamberëve dhe librit të tij. Kjo e vërtet i jep siguri dhe qëndrueshmëri çdo njeriu që zgjedh Islamin, sepse ai nuk mbetet i humbur në detin e pasigurisë, por udhëhiqet me dritën e shpalljes synore. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet të Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, është i përshkruar në Kur'an si Bismillahirrahmanirrahim. Në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe e përmend shumë Allahun. Ajeti 21 i surës Ahzab. Pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte shembulli më i mrekullueshëm që kishin ai ummet në atë kohë dhe të gjithë ne që e ndjekim këtë të dërguar derisa të kemi frymë. Sepse në profetin Muhammed ishte i mbëshëruar Kurani, ishte mbëshëruar fjala e Allahut. Profeti Muhammed na mësoi se si ne të jetojmë me siguri, të udhëhiqemi me dritë dhe të mësojmë që duke u mbështetur tek Allahu xhaleshanuhu, çdo pengesë hiqet dhe arrim në më të mirën që ne synonim. Profeti Muhammed ishte një njeri i mëshirës, i durimit, i urtësisë dhe i drejtësisë. Dhe të gjitha këto që mbarte për tek vetja ja mësoi dhe të tjerëve. Sjellja e tij me të varfrit, me të afërmit, me jetimat dhe me fëmijët e vegjël sidomos, ishte e mbushur me plot dashuri dhe butësi dhe na mësoi këto të mirë, që edhe neve ta praktikojmë këtë mirësi, këtë dashuri, këtë butësi edhe në ditët e sotme me njëri tjetrin. Profeti nuk ishte vetëm udhëheqës shpirtëror, por edhe një reformator shoqëror dhe model i jetës së ndershme. Zgjedhja e Islamit nënkupton ndjekjen e këtij shembulli kaq madhështor, shembullin më të lartë të moralit dhe të drejtësisë shoqërore dhe të mirësore. Prandaj Islami nuk është vetëm fe e kësaj bote, por është fe që ofron një përgjigje të qartë për të gjithë pyetjet edhe për botën tjetër. Sepse kur njeriu vepron mirë, siç tham, çfarë do të mbjellësh, do të korrësh. Pra nëse vepron mirë, atëherë kjo puna ime e mirë ku është shënuar? Ku e shoh unë të mirën e kësaj pune të mirë? Dhe pikërisht Islami vjen në ndihmë të njerëzve, i thotë që e mira për ty gjendet në botën tjetër, ku ai sa më shumë vepra të mira të bën njeriu, aq më shumë i afrohet dhe xhenetit të Allahut të madhëruar. Allahu i plotfuqishëm thotë në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Sa për ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, ne do t'i shpijojmë në kopshte, nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të banojnë përgjithmonë. Ajeti 57 i surës Nisa. Kjo është përgjigjja e pyetjes që shtellova përpara, pra kur njeriu vepron mirë, çfarë fiton, e ku ka mirësi më të madhe se sa të fitosh xhenetin në botën tjetër.
dhe kjo shpresë për shpëtim të përhershëm i jep jetës kuptim dhe kurajo njerëzve, sidomos atyre besimtarve që kanë zgjedhur fenë e pastër islame, që të punojnë për një qëllim të madh për të fituar ahiretin dhe jo këtë botë kalimtare. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kush i nënshtrohet urdhrave të Allahut dhe i shmanget ndalesave të tij, ai ka zgjedhur lumturinë e përjetshme. Pra zgjedhja e islamit si fe nuk është thjesht një akt tradicional apo kulturor. Ajo është një vendim i ndërgjegjshëm, i mbështetur në të vërtetën, logjikën dhe natyrën njerëzore. Islami i ofron njeriut një lidhje të drejtë për drejtë me Zotin, një mënyrë jetese të drejtë, një shoqëri të ndërtuar mbi vlera dhe një premtim për shpëtim të përjetshëm. Në një kohë ku zemrat janë të lodhura nga pasiguria, ku shpirtrat kërkojnë qetësi dhe drejtësi, njeriu e kupton se rrugët e shumta që ndjek nuk e çojnë gjithmonë te vërteta. Pikërisht, në këtë udhë kryq vjen thirrja e përhershme e Kuranit, e cila e drejton njeriu drejt burimit të vetëm të udhëzimit dhe të harmonisë. Allahu i Madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. A mos kërkojnë ata diçka tjetër përveç fesë së Allahut, ndërkohë që atij i përulen të gjithë ata që gjenden në qiell dhe në tokë, me hira ma pa hirë, dhe tek ai do të kthehen të gjithë. Ajeti 83 i surës Ali Imran. Ky ajet na inkurajon dhe na rikujton se çdo gjë në këtë univers i nënshtrohet ligjit hyjnor, dhe se kthimi tek Allahu nuk është vetëm një përfundim i pashmangshëm, por një rrugë shpëtimi dhe ndriçimi në këtë botë. Prandaj, të nderuar dëgjues dhe shikues, në mbyllje të temës për ditën e sotme, doja t'ju thoja se ndryshimi i vërtet nuk është thjesht një përmirësim i jashtëm, por një kthim i sinqert tek Zoti, një pastrim i brendshëm dhe një përkushtim ndaj së vërtetës. Vetëm atëherë, kur njeriu e harmonizon veten me këtë rend hyjnor, ai gjen paqen që kërkon dhe qëndron në jetën e tij i sigurt, duke shndruar jetën në një rrugtim të mbushur me kuptim, dritë edhe me shpresë, inshallah. Në këtë moment të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen e ndihmën e Allahut xhaleshanuhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju.